Shive mish, shive pra. Këti fillon kati për këtu, as 10 cm në tokë. Mos i lini këto dega, i hiqni, sepse nuk ja vlen. Do e përdori me sharë, sepse janë pak trasha, tjetrën do t'i fus sharën, po mos i lini sepse e dëmton pastaj. Sa po kjo të shikë. Po gjithë më ullinë të shikë. E një dek lirojmë, e heshim shisa i madhe. Po thuja se lirohet pak ullinë. I ka një formë jo të pati, po do ta ullim të shinek. Këtë do e ullim, si që shikë. Po t'i bëjmë një hapje, ta ullim këtu kretë. Edhe kjo këtu poshtë është poshtë pratë. Edhe këtë këtu do ta heshim. Shif, këtu në heshëm. Ja pra, lën këtu 4 degat këtu. 1, 2, 3, 4, edhe këtu hapën. Dhe do shkojnë sipër, do bëhet ullini më. Poshtë i kemi pastru. Poshtë i pastrujmë deri afër 1 metër. Ke lëmë katin ose 90, varet se ku i bi.